Ndërsa sinqeriteti si sinqeritet fillimisht, mone men që është 2 deg kryesore. Tash a dega por do të henez, vetëm se një 2 deg kryesore, në 2 ndomje i ka. Ka sinqeritet që ka të bajt direkt me Allahun Azza wa Jall. Ka sinqeritet me ka direkt që është me Zotin. Edhe ka sinqeritet me rrethin që të rrethon ty. Sinqeritet me Zotin, edhe sinqeritet me rrethin që të rrethon ty. E pora, sinqeritet me pos njeriu me Allahun Azza wa Jall është i obliguar. Dhe është prej kushteve të fjalës la ilaha illallah e kena përmend më herët. Prej kushteve të fjalës la ilaha illallah është me konë edhe i sinqert. Edhe me konë i sinqert me Allahun, Allahu na përmend Kur'an surët Muhammed "Falau sadaqullaha lakana khayran lahum." Sikur të ishin të sinqert me Allahun, që thash sinqeritet tash me Allahun. Ta këshymi një herë çka po na thot sinqeritet me Allahun. Në këtë ajet Allahu po thot "Falau sadaqullaha lakana khayran lahum." Sikur të ishin të sinqert me Allahun, do të ishte më mirë për ta. Pastaj Allahu thot gjithashtu në suratul Ahzab "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila." Thot ka prej burrave që ishin sinqert në ato që ja dhan besën Zotit, ishin sinqert në ato që ja dhan besën Zotit edhe shkun edhe si dëshmor, edhe pa të tjerë që janë ka edhe të tjerë që presin dhe s'kan ndryshuar kur gjë. Vazhdon ajeti li yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhib al munafiqina in sha'a aw yatub alayhim inna Allaha kana ghafurur rahima. E pastaj që Allahu të ti shpërblen njerëzit e sinqert. Ti shpërblen njerëzit e sinqert për shkak të sinqeritetit e tyre, edhe ti dënon gënjeshto munafikat, ti dënon munafikatët nëse dën mi dënu, nëse dën mi lan, Allahu është fals shumë. Veç edhe kjo pjesa e ajetit që Allahu i ka përmend me një ajet. Sinqertit edhe munafikat. Çka e kena përmend fillim se sinqeriteti është që ato çka e kim brenda duhet me dol jashtë, bashkë me konë. Si mbrana i mirë, jashtë i mirë. Jashtë pro i mirë, edhe mbrana duhet t'jesh i mirë. E jo mbrana për shembull me konë zift, edhe jashtë mu duk i bardhë. Jo kështu. Mbrana i mirë, jashtë i mirë. Për këta ka përmend Allahu në të njëjtin ajet me munafikat. Se munafikat çush janë? Dyftyrshë munafikat janë jashtë të mirë bëllë dhe ato, ndërsa mbrana janë zift. Ndërsa mrana ti kanë zemrat e mbushura me gjunohe dhe me të këqija. Pastaj Allahu thot suratul Hadid gjithashtu "Walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun." Thot ata që kanë besu Allahun dhe pejgamberët e tij, ata janë të sinqertit.